Çka na mëson historia e Ibrahimit a.s. dhe Ismailit a.s. Po, kjo histori është historie një babai të ndershëm, Halilullah, që do thot i dashur i Zotit. Ulul Azm, ka qenë prej Ulul Azmi kanë qenë ata pejgambert e zgjedhur, i dashtën i Zotit, ka qenë Ibrahimi a.s. Është edhe një surë në Kur'an, surja Ibrahim. E djali i tij u kon Ismaili a.s. E tash Ibrahimi peshpërndon krejt kopin për njerëz nevoje. Se kush i ka ardhur, ju ka dhënë, s'ka pas mundësi që merr hendije ki dhurot. Mjeti vet pa kurrë. Edhe tash i vjen urdhri i Zotit, edhe ti dush me bë kurban. S'kesh kurrë. Ç'a me bë? U detyru me marrë tjalli. Edhe unë gjithë ke kodrës përpjet. Edhe i mërzitun, por të njëjtën kuj me durim të madh. Edhe i thot djali Ismaili, thot, o baba jam, thot, vazhdo urdhrin e Zotit për cilin je i thirrur, se të gjithun inshallah me asabirin, tha unë me emrin e Zotit ka me kon pi durimtarëve. Edhe tu në gjitë të nalë, shkon të altari, e shtrihet për dhe për mu prej, mu bo kurban. Zoti madhreshëm e çon Xhibrilin, me lajken Xhibril. Dhe ja dërgon një tash kusht më i mirë. Edhe ai ndalet e shikon. Thot kështu ne ish problem durimtarët. Dy sende të rëndësishme. Durimi, sakrifica. A ki sot në njëri të suksesshëm në botë gjama që ka arrit sukses pa durim dhe pa sakrificë? Yes. Asnjë. Merë shembull kondush. Elon Muskin për shembull, ose ndonjë që ka arrit shumë në aspektet e kësaj bote. Shikoj jetën e tina. Çfarë sakrifice ka buaj për mu bot tash kjo që është. Çfarë durimi ka pas ai, sa herë ka çuar ato nalt që i kanë shpërthyer në hava atje. Space. Po. A ti çfarë do të thotë që është në hapësirat më të larta investime miliarda dollarë dhe ato të shpërthejnë edhe të dështon. Do të thotë ty të kanë dështuar miliarda dollarë. Dikush nuk mund dorën e humb komplet. Po ai ka dëru. Pse kanë gjithë këtë durim këta? Pse kujton ti që nuk e lexojnë këta historinë e pejgamberëve të Zotit ta? Edhe nëse nuk e lexojnë, dikush ja u thot në mënyrë indirekte. Dhe ata i kanë marrë ato mësime. Ata i kanë marrë, i kanë praktikuar. E ai që i merr dhe i praktikon këto mësime, arrin sukses. Ai mundet me qenë edhe jo musliman. Po këto mësime i merr, i praktikon, arrin sukses. Po ka për tyne që janë musliman, nuk i praktikojnë këto, janë musliman, nuk i praktikojnë këto, nuk arrin sukses. Pse? Sepse është larguar nga mësimet e Kuranit. E mësimet e Kuranit, mësimi i Ibrahimit a.s. dhe Ismailit a.s. na tregon se wa ma tawfiki illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Dhe suksesi im varet nga Allahu. Mirë po Allahu të jep sukses kur ti sakrifikon, po je dhe i dërushëm. Pa sakrificë nuk arrin. Te a ke po në burën shi, janë ata fizikonta, astrofizikonta, zbulus në vaj, dalin burën shi për me mbledh materiale, pjesa detaje për me formu një diçka, shë me bo një laptop ose me formu diçka që kanë hik gjithë ato për mbajtja ke po ato tela që shënë të lidhë, ato mikrochipat që shënë të lidhë për me bo ata. Sa njerëva do të me pas aty? Shumë njerë. Shumë dorin të shme pas. Sa sakrificë do të me bo? Shumë. Do të me najtë shumë letë pa gjumë. Edhe ju vesh me najtë me sy qenë, si thënë populli, po me vepru. Sepse Zoti thot i sheh veprat e juja si njerëz. Edhe ata shkencëtar, ata dietar, njerëz koka të ndritura, gjithë jetën e vet ja kanë kushtuar njerëzimit që na sot me pas një jetë më të mirë. Tash ti sot për shembull me veturë shkon për 10 minuta në një qytet. Kurse me këto mjetet që kanë pas përpara duhet ndoshta 2 ditë. Kjo është pra. Faleminderit.